kishte përsaktësim edhe të deputetëve të tjerë. Zoti Boçi ta merrni fjalën, vetëm ta mbaroj, të lutem. Por edhe të opinionit publik, meqense u thanë disa të pavërteta, po e thënë këtu në sallën e parlamentit, natyrisht që kanë peshë të madhe, nuk është e vërtet që janë kyçur materialet dhe provat, e kundërta është e vërtet, e ka tërhequr sipas rregullit dhe ligjit kundrejt deklaratës për ruajtjen e sekretetit hetimor të paraqitur nga prokuroria e posaçme, të gjithë deputetët që kanë kërkuar antar të Këshillit të Mandateve. Në fjalën tuaj haruat këtë tokë fjalësh, Këshilli për Mandatet Rregullore dhe Imunitetet, sepse është ky këshill që shqyrton materialet dhe i paraqet raportin apo raportet nëse ka mendime ndryshme seancës. Dhe padyshim Këshilli përmes raportit, të lutem. Unë nuk ju ndërpreva, do ta shpjegoj. Raporti ka pikërisht këtë qëllim. Pra raporti do të vijë në seancë, ju lutem mos më ndërprisni. Raporti i Këshillit të Mandateve është i detyruar të ketë, pra rregulloria na detyron që në raport të përfshihen të gjitha opinionet e palëve apo deputetëve. Mund të ketë 2 opinione, mos bërtisni kot se nuk ju jep të drejtë tonaliteti. Më dëgjoj deri në fund, dëgjoj argumentin. Nuk po flas fare për ju. Do votoj pasi të dëgjoj raportin e përgatitur nga deputetët antar të Këshillit të Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve. Pra, ju thatë që materialet janë kyçur, unë do ta shtoj akoma më tepër dhe do ta rikujtoj edhe një herë që të gjithë deputetët që kanë tërhequr materialet duhet të mos i nxjerrin ato, jo të nxjerrin. Pra të mos i bëjnë publike, sepse bëhet fjalë për një sekret hetimor firmosur dhe deklarata përkatëse. Pra nuk është çështje zgjedhjeje e një kryetarit të kuvendit, kjo është një çështje detyrimi ligjor, ka një urdhër të prokurorit të çështjes për të mos publikuar materialet. Kaq, dhe unë jam thjesht në zbatim të atij urdhri të ligjit dhe të kushtetutës. Ndërsa ju keni drejtën tuaj, konsumoni politik, bëni retorik politike, të rrisni klikimet tuaja, po kjo nuk më intereson fare. Shumë faleminderit. Zoti Boçi, më pas zoti Berisha. Po, faleminderit kryetar.